Me datën 6 dhjetor 2025 në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në restorantin Tesoro d'Italia të vëllezërve Lucaj, u organizuan një mbrëmje bashkimi dhe mbledhjeje fondësh në mbështetje të Robert Lugjurajt, kandidat për Kongresin Amerikan. Robert Lugjuraj, me origjinë nga Malësia, është një emër i angazhuar në jetën publike dhe politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes kandidaturës së tij, ai synon të përfaqësojë interesat e qytetarëve dhe të komuniteteve në nivel federal. Ky aktivitet u organizuan nga Shoqata Malësia e Madhe në New York me pjesëmarrjen e anëtarëve të komunitetit shqiptaro-amerikan, të cilët përmes këtij bashkimi shprehen mbështetjen e tyre për angazhimin politik dhe kandidaturën e Lugjuraj. Mbrëmja u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe bashkëpunuese, duke reflektuar solidaritetin dhe përfshirjen aktive të komunitetit shqiptaro-amerikan në proceset politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pamjet nga kjo mbrëmje janë siguruar nga antari i Shoqatës Malësia e Madhe në New York, Pjetër Lucaj, i cili për televizionin Bojën sjell atmosferën e këtij organizimi. Po e fillojmë pe hapin të mbrëmje, se ja kem kushtuar bashkëvendasit tonë të nderuar Robert Lugjuraj, të cilit urojmë sukses madh. Tash kam merren me këtësinë se para ju shteftoj Senat Gjulanaj, kryetari i Shoqatës Malësia e Madhe, megjithëse na si shoqatë nuk merrem me kandidime politik, por në këtë rast ky do t'i përshëndes dhe do t'i ftoj ata që kanë dëshirë me fol filmas tim. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit për prezencën tuaj të gjithëve sonte në këtë vend të bukur në shtëpinë e Lucajve. Faleminderit për ardhmën tuaj. Sonte jemi bashkuar këtu për të promovuar një kandidat që zgjellet për ofisin e kongresmenit këtu në Amerikë. Ai është vllai jon, quhet Robert Lugjuraj, bashkëvendas me prejardhje malësore, edhe si që është ajo fjala e bukur, bukë kryp e faqet bardh, Robert thonë malësor të mirë se na ke ardhur. Me kenan nga disa komunikime që kem pas telefonike, me kenan përshtypje të jashtëzakonshme, prej sinceritetit tënd, prej thjeshtësisë tënde, dhe jam i bindur se suksesi yt është para teje. Si kur ish prokuror që ke kanë, unë jam si vlla malësor, jam shumë i kënaqur për fuqinë dhe korajën që ke marrë që të ecish përpara dhe të kontribush për vendin, për këtë shtet të bukur, e përmes tyne do të ndihmosh edhe shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit gjithëve që jeni këtu. Zotni Robert Lugjuraj, mirë se ke ardhur në komunitetin tonë, dhe është kënaqësi e madhe që një djalë i lindur këtu në Shtetet e Bashkuara ka arrit me qenë në pozitat larta të drejtësisë amerikane, dhe vetëm mirë kem dëgjuar prej jush, u kam pa në transmetime televizive, dhe shihet se jeni përgatitur me shkua drejt Kapitolit, që nuk është fort larg prej Michiganit. Unë kam lidhje me familjen tuaj të kaheshme, sepse me gjyshin tuaj, Marti Franin kam marrë pjesë pothuajse në shumë ceremoni të pavarësisë dhe të kryengritjes Malësisë, bile ka qenë shumë i njohtur për këngë ma e krahut, dhe ka qenë shumë pro-shqiptar, në grupin e djathtë fort. Kështu që, në çështja kombëtare ju nuk keni nevojë për mësues as për ligjërat, se keni pas babgjyshin e babën e krejt familjen që u ka drejtua, dhe të them drejtën, ju jeni tipik shqiptaro-amerikan, sepse e dini edhe Amerikën, e dini edhe çështjen shqiptare, se keni qenë tanë jetën me ta. Jeni rrit edhe jeni edukuar dhe keni vazhduar punën. Është
kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që jeni kandidat për Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ju vini nga origjina juaj është nga gruta e Majsisë dhe tu lexua lahutën e Majsisë këto ditë, gjeta atje Lus Gjeloshin e gruas që pas det Gjolunit, Çurmulës dhe një heroj tjetër të Hotit, kur kush nuk përmenet ma shumë se Lus Gjeloshi i gruas si burr, beset, fjalet, trimniet, pushtet dhe gjitha përshkrimet që i meriton një njeri i meriton ai fisit tuaj i familjes suaj, sepse ai ka qenë prej Selishtit dhe ju jeni me origjinë prej Selishtit. Dhe si familje, si fis, keni dhënë burra të shkëlqyeshëm komit shqiptar. Kur themi shkëlqyeshëm, si mos përmendet për shembull Zef Miliqi, që është i Selishtit. Domethënë keni diçka të veçantë në gjakun e në fisin tuaj për të qenë prima, besnik, punëtor, merrshëm e sjellshëm dhe kështu u kujton gjithmonë malësia dhe shqiptarët e Amerikës. Dhe thënë drejtën që dëshirojmë sinqerisht të gjithë që të fitoni, dhe kjo fushat fillon këtu në lagjen tonë, duke falënderuar Pjetër Lusajn që është munua mjaft që delet me sukses të u bën telefona e tjera dhe të vazhdoj kjo, por mos harroni se ka shumë komunitete shqiptare në Amerikë që do të mbështesin ju, për shembull komuniteti shqiptar i Bostonit, i Filadelfias, i Kalifornisë, i Teksasit, i Arizonës, ku janë shqiptar, deri në Chicago, so ju nesër jeni kongresmen i gjithë shqiptarëve të Amerikës dhe natyrisht se keni me improjt edhe interesat e popullit shqiptar, kudo që gjendet, sa do që janë shtirë, sepse jemi të ndamë në 5 shtete. Qëndroni me komunitetin sa tjetë e mundur shqiptar, anëman Shteteve të Bashkuara. Për shembull, në Chicago është i komuniteti i madh, dhe kur marrën vesh se je kandidat për Kongresin e Amerikës, kanë me unimua, kështu si kanë me unimua për shembull edhe në Kaliforni, në Arizona, atje ka dhe malësor që do të unimojnë edhe ma shumë, kështu që domethënë është diçka kënaqësi e madhe që jeni kandidat dhe do të vazhdojmë me u mbështet urime, shëndete të mira ju personalisht dhe familjes dhe do Zoti që u shohëm një ditë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ju falenderoj. Vetëm kam kënaqësi të madhe tu e pa këtë malësor shqiptar, vllau yni, e natyrisht anipi jemi, i gjedoj se më duhet i firë, bela pak. Ati si apuna, në malësor të kemë shumë gjanat mira, i kemë të vepra që si ka kur kush në botë, po jem pak lokalista, e kemë qef me grepe i vetit. Edhe doja loves you so much, pas doja. Le se ka le kë në Amerikë, po i ka le ama në Amerikë, e ka baba thmi, si vet, 4 vjeç, 2-3 vjeç a kanë në laj kur ka në Amerikë. Me arë, e me kanë, me pasat bullet për malsin, e për shqipnin, e për vendlinin e babs, e gjyshit, e parve talë, është e gjatë që nuk peshohet me pare, nuk peshohet me arë. Trujtë Zoti dirë, të të prim Zoti marë, jenë tonë kërnaj për ty. Kur e menon detyrën që, pozitën që ka e pësyn kë, 433 duhet kongresmenër në Amerikë, në 350 milion. Aja gjanë rëndësishme kur e menon sa kongresmen o women janë në përgjësi popullësisë Amerikë. Po kjo edhe kanë prokuror, e prokurori hatashin, edhe trujtë Zot edhe herë, du mja u kalzua i shembull, tash nuk e di çfarë menim politike keni ju, shpia jo në die hard Republican conservative që po thonë vetë, na jemi në përgjë. Ishëm i vogël, ishëm 10 vjeç se kishëm, së po du mu përmenem, po do laka tonë, edhe kishëm tonë fotografitë e Kennedyve të
shkoshëm me babën e, baba e më kanë rreth 40 sa vjeç në atë kohë. Edhe u thotë çka në ta komunista aty. Besëm ata ishin të shkolluar, ishin matri, ishin në për fakulteta. Çdo herë që i lutën Zotit, i lypi falje babës sa më kur si kam thënë gjë, po vite pak morë. Ata edhe fëmijëve ja kanë qitë pas Kennedyve. Po të babëm demokrati këtu, as si komunistit e na. Do të më marr aty në çikulojnë fort me Allah aty në Çandemela. Edhe një ashtua, tut Zoti më i dalë çike demokrati këtu. Vetë tash janë të dalë çifta, janë të thonë janë socialista, komunista. Dhe tash janë e kanë bluar pak. E tash e kanë çifta. Gjithmonë mos harro, ka ke babën, gjyshin, janë kanë burra, bes mas bezit, po mos harro si një kelmenit, edhe ata i ke pas burra. Çdo njëm që ke nevojë besim Zot me ndihmon shumë, por ne e kanë kallëzuar tonë tjerë edhe ne jemi 100% me ty. Trut Zoti, burra gjithmonë e gra gjithmonë përgëzime, e këso rast ta përbjekshim. Faleminderit. Rrallë parë duhet falenderoj vëllezërit Lucaj për këtë darkë shumë të nevojshme dhe shumë të racishme për komunitetin shqiptar, si çdo herë janë gatshëm për komunitetin shqiptar, me ardhmë komunitetin shqiptar që të japin një dorë trokitje vëllezërve Lucaj. Gjithashtu falenderoj kryetarit shoqat Malësia dhe gjithë malësorëve që janë këtu, edhe vetë kam përjardhje malësorë se nga nana jena malësorë dhe jam shumë krenar për këtë përjardhje që kam. Dhe kur ka pa për herë parë në Facebook dhe në Instagram posterat e Robert Luxuer për kongres, e kam studiuar atë zonë se ku Robert po kandidon, sepse ne çdo herë mbështesim kandidat shqiptar. So marrim vesh shqiptar, jemi të me mbështetës shqiptar. Po kjo realisht është hera parë në historinë e shqiptarëve këtu në Amerikë që kemi shansin me fitu një garë për kongresin amerikan. Nuk është thjesht kandidat shqiptar, por është kandidat shqiptar që ka tana mundësit me fitu, sepse është zona apo safat ashtu për republikan. Momenti që ky fiton primarin, po thuaj se kena fitorin garantuar dhe gjithë bashku të shkojmë në Washington DC me Robert Luxuer dhe do na bëjë gjithëve krenar. Dua të them edhe disa fjalë për Robert. Unë për vetë jam marrë me politik, edhe kur merresh politik, sulmojnë, mundojnë të të emnin, mundojnë me po çdo gjë, sidomos kur shoh që i kandidati fort. Pse bëjtam këtë fjalë? Gjithë jemi krenar për Dexho Lulin, për betejat e tij, për luftat e tij, për fitoret e tij, për Prekcali, për gjithë malësorët që kanë bërë histori në komunitetin kombin shqiptar. Edhe Robert Luxuer është kandidat shumë i mirë, është shumë i fortë, por nuk mund të fitu vetëm. Se Dexho Luli ka pas shumë trima me veti, shumë shok me veti, por nuk ka fitu vetëm se ja dosh nima e dosh mbështetja. Edhe ne duhet ta mbështesim ashtu Robert Luxuer. Kjo është një betejë tjetër, s'kemi nevojë me pushke me topa me xhana, po mund na menimu në disa mënyra. Mënyra parë si që jemi këtu sonte, fundraising. Është arsyeja kryesore pse jemi këtu sonte, të grumbullojmë fonde për fushatën e tij. Mënyra tjetër si mund na menimu. Kur vin koha për fushat, gjithsesi që jemi të bashku, kush ka mundësi mund na me shkollën Michigan si komunitet shqiptar këtu, si malësor, gjersasim dhe përdyr minimumi që ne mund të bëjmë, ta ndihmojmë Robert në primary, se primary është shumë e rëndësishme se ata që votojnë janë 100% votues, ata që janë republikan drejt. Dhe ne si shqiptar, gjithë jemi familjar atje, munda me marrë listën e shqiptarëve, gjysë me siguri kena pushin, pak të shqiptarët tonë të kemi të sigurt që të votojnë. Se kur Robert fillojnë garen, mos t'hin 0 me vota, po t'hin plus 500, plus 1000, se ata shqiptarë që janë atje, ne mas kemi asnjë lloj dyshimit që ata do të votojnë për shqiptarë. Dhe e fundit, që s'ta kushton as sa, përpara se të ikum shtëpi, ju thirrje gjithëve të bëjnë një foto me Robert Luxuer, ta hangin në Facebook, në social media, që çdo shqiptar ta shohin nga rrjetet tona që kemi, kush është Robert, se politik mënyra si funksionon, kur shohin si del populli, edhe ata që nuk njohin ose nuk dojnë, ja ndryshon mendjen edhe i bashkohet. Pra kjo është një gjë shumë e thjeshtë që ne mund të bëjmë, thrasim njerëz, të shpërndajmë këtë flyer, çat mundna me one donation, japim donation, po edhe linkut ja çojmë aty që Bela s'ka mujt marr këtu sonte. Robert, jemi shumë krenar me juve dhe ju përkrahim me zemër. Mjetë mirë që kam pas rastin me bashkëpunu me ju dhe unë jam mundu sa ku mujt me përkrah këtë iniciativë. Unë një familjen tuaj, familje ju është ndër familjet më patriotike,
që ka pas Michigani, dhe kam njoftë edhe gjyshin tuaj Marti Franin, pas drejt, ai ishte një burr patriot, kështu që e besoj që kam shpresë dhe kam bindje që do të fitoni dhe besoj që keni me ditë me prezantuar shqiptarët. Kaq personte, besoj që kemi pa edhe hera tjera New York në kampenjë. Ju na nevojiti edhe na u nevojitëm juve, so shihemi përsëri. Kjo është hera e parë imja që marr pjesë në një fushat, që flas në një fushat këtu në New York, ose në Amerikën. Unë kam marrë pjesë shumë herë në fushata Malsi, ku kam përkrah kandidat kuptohet gjithat herë ata që kanë qenë në anën e duhur të historisë. Besoj që edhe Robert Lexuraj në këto momente, po mendoj si amerikan tash, megjithëse se kam marrë 30 vjeçar në Amerikë, në momente kyçe për çështjen e qytetarëve amerikanë. Na më sort dhe shqiptarë përgjithësi, mos ja kemi pa sherrin komunizmit, parimisht jem demokrat në mendje në shpirt, por në anën tjetër e konservativ, sepse elementi i parë të ne është familja. Pra hapi i parë është familja, me rujt familjen, me ndeto familjen, ashtu si thotë Roberti në shumë fjalimet tina se do të përqendrohet në ruajtjen e familjes që embrioni i parë i një shoqërie shëndosh. Robert, nuk kam lexuar, nuk kam dëgjuar shumë për ju i ri, kam shkata gjë lekaj, kam lexuar dhe dëgjuar shumë për vllazninë dhe fisin tuaj, që jeni shembull, i li kanë shembull në lupo, po vjetita me kanë edhe shembull edhe në liri, e ndije, edhe në politikë shpejti. Unë i takoj një fisit dhe një vllaznie, se di natyra, Zoti thonë që na ka falë me kanë je mirë, kështu, ndoshta jam edhe je mirë, prandaj po ta uroj fitoren. Sinqerisht po ta uroj fitoren, është fitore e pashmangshme. Jo vetëm se e meriton me punën, me përkushtimin tanë, por e ke edhe natyrën e tillë si një politikan, si një republikan i vërtet. Robert, suksese! Jam i sigurt se do të përveç se do të përfaqësosh komunitetin tat atje, distrikta, si i thonë këtu në gjuhën anglishe, do të jesh i mirë dhe hije mirë si që ke edhe familja, vllaznia, edhe si malësor, si shqiptar, do të jesh je mirë e do të dash kontributin tat për kresh shqiptar. Jem krenar me një djalë që ale rrit në Amerikë si që një ju, uroj që pas një të vinë dhe shumë tjerë. Urime, Marko të përshëndet veçantë. Kur së kënë t'jeve një më të mohë. Në zote që tjetër një kemë një bëmë përretarë. A kam e kam një një. Si tha Nikola, kemi fitua. Lash zote i ditë keme kanë kryetarën familjesizve. Snisi me la rrit njerën ma shumë se kaq, por familjes gjithmonë në bashkoshin për kohë, për të mirën e popullit tanë. Më thoshin njerëz, bile edhe Amerikë ma të më thoshin, se e kom shpërda atë, kom dhe shës një në social media dhe në pre Amerikanë, si thot, a e Michigan, thot, ti pe bani këtë New York. E do të thosha, kjo nuk është as personale, as lokale, as krajnore, po kjo është kombëtare. Rënoshi, ju sa i, e rënoft kombi shqiptar, e rënoshi shtetin e Bashkuar Amerikës, se në shtetin e Amerika kemi pas shumë probleme. Edhe njerëzit si ju, kanë më një të jetin. Familjes. Listen, we're running for Congress. This is the best opportunity that an Albanian American has had up to this point to get in the halls of Congress. And so we're running to get the first full-blooded Albanian American in Congress. And like all of you, right, I'm conservative, I'm a Republican, you know, my sword, right, those values are in my heart and in my bloodstream. And so, obviously, number one, we're going to get us elected, but we're always going to stand up for God, family, and country, right? That's what we believe, and that's in our DNA. So, obviously, I want to thank all of you, but I just want to, my Ajak came, my Uncle Nick, my Uncle Mark, they put the t-shirts on me, go to all the events back home, they support me, they serve as security, you always have to have Albania, your Ajak as Albanian security. And I'd like to thank my cousin Ziggy Defukai, he came as well, he drove my uncles, and
And obviously Jamie Rowe, my consultant, who's the best political consultant in Michigan. So we have a very good statistical chance. We live in a good district, we have a good consultant, we have a full team, and so we're going to push far ahead, and we're going to deliver a win. We're not going to let you down. And so also Joey Bidishan, this young man, he's a financial advisor. Now it's time to put our kids in office and time to do business with each other and prop your children up. And so him and my other friend, I went to high school with Johnny Bergay, they work full time, but after work, they dedicate a lot of hours to this campaign. They don't ask for anything in return because they want to see a shutdown in the halls. Në kuadër të këtij aktiviteti, për televizionin tonë u realizuan biseda me pjesëmarrësit, mes tyre edhe me Robert Lëgjuraj. Para ysh do të prezantojmë atallet që na ka bashkuar sonte këtu, pra kandidatin e ardhshëm për Senat për Kongresin Amerikan, për Kongresin Amerikan, zotin Lëgjuraj, Robert Lëgjuraj, një djalë i ri, një djalë i shkëlqyer, një djalë i cili do të na bëjë zgjidhje të kënaqur. Kemi disa pyetje për Robert, po mbase Roberti e ndjen veten më të lirë se të shprehet në anglisht, në gjuhën angleze ne do të tentojmë që t'ja bëjmë pyetjet anglisht, por ju atë nëse keni mundësi ti rregulloni. Çfarë ju shtyu të kandidoni dhe çfarë mendoni se ju dallon nga kandidatë të tjerë? Faleminderit shumë për ty me bën intervistë, edhe familjen Lucaj, Peter Lucaj for hosting us. Tash ka koha me vuan shqiptar in Congress in Amerikës. So we're running to be the first Albanian American congressman. Kam letun, kam nanin pre Kelmendit, kam babin pre Malësia e Madhe. You know, we got to get an Albanian in there. It's crucial, it's important, and we need representation, and all the other ethnicities have passed us. Italians, Greeks, African American, Asian, and so Albanians are strong, Albanians are proud, and I'm proud to be Malsor, I'm proud to be 100% Albanian blood flowing through these veins, and Bosch, together we're going to get an Albanian American in the halls of Congress. We're going to make history. Pra baba ju I ka linë sëlisht dhe sigurisht se malsorët tonë atje me dëshirë kanë me ushqyua juve. Është pyetja e dytë për ju do të ishte cili është prioriteti juaj kryesor nëse zgjellin në Kongres. Vetjam prekori too in Detroit, and so law and order is very important. Supporting police, supporting victims, standing up for the rule of law. So the voters here, the American people, want number one, law and order, number two, the economy. Everyone cares about their job, everyone cares about their livelihood, and so standing up for the American workers, American energy policy, making sure that we don't ship our jobs overseas, that we're putting the best economic policy and tax code, you know, lower taxes, less regulation. That's what the American people want, and that's what President Trump is pushing forward in this country too. Si do të siguroheni që zëri I komuniteteve shqiptare amerikane dhe veçanërisht malsorëve të ndëgjohet në Kongres? We need an Albanian American in Congress to stand up and get in front of a camera and stand up for Albanian issues in Kosovo and Kosovo sovereignty, and make sure that we're never persecuted and prosecuted, that we have a seat at the table, because we're some of the best Americans in this country. We have some of the best businesses, we raise great families, and we want people, you know, we have integrity, we have burni, we have respect. And that's what you want in America, and that's the type of public servant that you want. And so we're going to ensure that, look, I'm never going to turn my back on the Albanian people, because without them, I wouldn't be standing here. They've given support, they've given part. People like Peter Lucaj are hosting us at their restaurant, Ella in Detroit, in Shqiptar, in Kosovo, in Texas, in Boston. They want to unify, and so without the Albanians, they're the ones that have raised me up, and I'm grateful. Okej, pyetja e fundit do të ishte çfarë mesazhi keni për shqiptarët veçanërisht të rinj se shohin këtë kandidaturë si një frymëzim për angazhim politik? If I make it, your children are also going to make it. This is not my seat, this is Peter's seat, this is your seat, this is Tatan Komunitari Shqiptar, and your children are going to have an opportunity to do what I did. And God willing, they're going to go farther, and they're going to go greater, and they're going to accomplish their dreams, and I'm going to help them. And so thank you very much. I love, obviously, you know, the Albanian people. I'm so proud of where I come from. We're going to have an American flag in my office. Shqiptar flag in there too when we win. And we're going to go to Malësia in Kosovo and Shqipni on a delegation trip to Tan Bishko Bosch. And kalosh mirë, e natën e mirë, e faleminderit shumë.
respect, and God bless you, and God bless the Albanian American people, and God bless this beautiful country. Thank you very much. Shumë faleminderit Robert. Inshallah Zoti e bën që do të fitojsh, dhe kjo do të jetë jo vetëm fitore për ty, por për gjithë shqiptarët, se vetë po e tregon se je me parë shqiptare, me zemër shqiptar, me gjak shqiptar, po normalisht se ti je amerikan i lindur këtu, dhe do të prezantosh edhe interesat e popullit amerikan, se ata janë edhe cilë do të votojnë së bashkut me shqiptarë. Jemi krenar me ty, dhe të urojmë shumë suksese, jo vetëm në këtë kampanjë, por edhe në future, se e besojmë që ti do të përrish shumë larg, jo vetëm në kongres, po edhe më shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, të lumë goja, Zoti bekoft, natën e mirë. Natën e mirë. Përshëndetje për shikuesit e televizionit Bojnë, sonte jam të buar këtu në restoranin e vllazëve të Lucajt, cilët kanë organizuar një mbrëmje për bashkëvendasin tonë të nderuar Robert Lulxhuraj, i cili do të kandidojë për kongresmen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një kënaqësi e madhe që malësorët sonte së bashku me musafirë tjerë jemi të buar këtu dhe shpresojmë që edhe kjo të jetë një mbrëmje suksesshme si shumë tjera që i pat. Para nesh kemi këtu Marko Kepi, është ish kandidat republikan i dalluar, aktivist, por edhe politikan i dalluar në Komitetin e New Yorkut, i cili do t'i thonë disa fjalë për televizionin tuaj dhe për shiqësuesit tuaj. Marko Urno. Faleminderit. Jam krenar që jam sot këtu me vëllezërit e mi, me malësorët tonë. Falenderojmë edhe një herë familjen Lucaj, vëllezërit Lucaj, që na mblodhen gjithë bashku këtu, ta marrë një shembull patriotik shqiptar kombëtar. Jemi gjithë mbledhur këtu për Robert Lulxhuraj, shqiptarë jonë, malësorë jonë që fitojnë në Kongresin Amerikan. I bëthirje gjithë shqiptarëve, gjithë në Amerikën, ta mbështesin vllain ton Robert Lulxhuraj, sepse kemi vërtet një shans mrekullueshëm e fitoria e tij nuk është vetëm e nevojshme për ne këtu në Amerikë, por me siguri ka me pas edhe influencë në kombin ton shqiptar, në Malzi, në trevat tona në Kosovë, në Shqipëri, dhe jemi një kohë që politika në Shqipëri dhe në Kosovë është shumë keq dhe nuk e kemi mbështetje siç kemi pas dikur për Amerikës. Pra, me Robert Lulxhuraj kemi atë mbrëmja në shtetin amerikan shqiptarin ton për çështjen kombëtare. Pra, i falenderoj gjithë juve, gjithë malësorëve që janë mbledhur këtu sonte. Mark, faleminderit shumë prej teje. Shpresojmë se edhe ti së shpejti ti jesh në Kongres apo në Senat, se gjitha parametrat i ke ti jesh dhe shpresojmë se edhe ti do të na përfaqësosh këtu në New York. Dhe shumë faleminderit prej teje në respekt dhe në përkrahje që na bën sonte. Shqipëria dhe malësorit do ta çojmë në Kongres. Malësori do të jetë si shtot edhe Marku, pa tjetër do shkojnë në Kongres. Dhe si që ta Robert, do ju siguroj ta fitorin ta në këtë karrige në Kongres, dhe kur shkojnë në Washington DC do marrim kafe dhe raki. Kush i kafe raki në Washington DC me Robert Lulxhuraj. Me Robert Lulxhuraj. Faleminderit. Faleminderit Mark shumë. Së bashku me ne kemi këtu edhe kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, zotin Senad Lulanaj, i cili është i papritueshëm dhe gjendet gjithmonë ku është nevoja. Edhe sonte do tash e keni parë aty, ky e hapi programin dhe kemi vetëm disa pyetje për kryetarin ton Senadin. Senad, çka mendon ti kjo mbrëmje? A të dukti se është mjaft e suksesshme? Mbrëmja me surprizë mjaft e suksesshme, pa parasysh se koha e gjitha, por unë personalisht jam shumë i kënaqur me zotrin e kësaj mbrëmje për mbështetjen e zotërisë vllaut ton Robert Lulxhuraj, me prejardhjen nga Malësia, dhe falenderoj gjithë që erdhën sonte këtu. Kontributi jashtëzakonisht i madh për sonte. Po ti ishte edhe një ndër ata që e dinë se sa u bashkuan sonte parafërsisht, a ka mundësi të na tregojsh sa janë parafërsisht, se nuk i kem numrat final? Afërsisht janë bashkuar mbi $20,000 sonte, por janë edhe ato që kanë dhuruar mbi me karta përmes online sistemit, kështu që janë pritet rreth $30,000. Pra, ky ishte një sukses i mjaftueshëm për ne malësorët, edhe kuptohet musafir tjerë që i pa me sonte këtu, po mos harrojnë se kemi edhe 3 mbrëmje të cilat organizohen këtu në New York, dhe kështu që shpresojmë që të bëhet një numër mjaft i konsiderueshëm për bashkëvendasin ton Robertin. Edhe një herë të falenderojmë dhe shpresojmë se ti do të vazhdojsh ti jesh edhe kryetari i shoqatës edhe për disa kohë, se na lypen njerëzit si ju. Faleminderit, uftoj të gjithë bashkëvendasit tanë, sidomos malësorët, që ta përkrahim Robertin. Është mirësi e pa pare se të kem një kongresmen shqiptar e pikrisht me origjinë malësore, që është krenaria jonë. Sigurisht se kjo do të jetë një ngjarje historike për ne shqiptarët dhe malësorët në veçanti, dhe je nderuar, faleminderit shumë për këtë fjalë
inkuariuese si gjithmonë që dalin prej mendjes dhe gojës sate. Faleminderit. Faleminderit gjithëve, faleminderit juve. Të dashur televizionistë televizionit Bojnë, kjo ishte e gjitha që përgatitëm për ju, me shpresë se sërish do të shifemi në mbrëmje të tilla ku kemi kënaqësinë se të kemi bitë tanë, bitë e Shqipës, cilët jo vetëm se do të shkojnë në kongres, po do të shkojnë edhe më nej. Kjo është edhe një porosi do të ishte nga ana jonë se ju, edhe ju atje të angazhojnë sa më shumë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave tjera, se vllau ynë dhe shoku ynë i nderuar Robert Lexuraj të bëhet një ditë së shpejti kongresan amerikan. Kalofshi mirë në malsinë tonë. Take my medicine.